Elvis Demçe, një nga figurat më të njohura në trafikun e drogës dhe i njohur ndryshe si zoti i mafias shqiptare, është vendosur në regjimin 41 bis në Romë, shkruajnë mediat e huaja. Sipas raportimeve, rasti i Demçes është rasti i parë i burgut të ashpër të vendosur për një antar të narkogrupit shqiptar në kryeqytetin italian. Demçe ka qenë në burg për një farë kohe, ku po vuan një dënim përfundimtar prej 15 vjetësh e 4 muajsh për trafik droge dhe një dënim tjetër jo përfundimtar prej 18 vitesh e gjysmë për tentativën e vrasjes së Alessio Marzanit, i cili u qellua në tetor 2020. Masa e vendosur disa ditë përpara Krishtlindjeve vjen pas hetimeve nga DDA e prokurorisë së Romës dhe njësia hetimore e karabinierëve. Korrikun e kaluar, Demçes ju dha një urdhër i ri para burgimi. Sipas asaj që doli nga hetimet e magjistratëve antimafia të kryeqytetit, ai vazhdoi të komunikonte dhe të urdhëronte rrëmbime dhe zhvatje edhe nga burgu. Viktima ishte një shitës makinash nga i cili komando kërkonte informacione rreth rivalve, një grup i lidhur me Fabrizio Fabietin. Dy emra, Fabieti dhe Demçe, me një lidhje të përbashkët në të kaluarën. Fabrizio Piscitelli, udhëheqësi i Ridusibili, i njohur si Diabolik, i vrarë me një plumë në kokë në 7 gusht 2019 në Parco degli Acquedotti. Gjithashtu korrikun e kaluar, një ditë pas urdhrit të ri të ekzekutuar nga karabinierët, një pajisje shpërthyese u gjet pranë shtëpisë ku jeton familja e Demçes. Një zbulim që sugjeroi menjëherë ripozicionime të reja në bilancin e krimit të Romak dhe mbi të cilin po hetojnë magjistratët e drejtorisë së qarkut antimafia. Mbrojtja e Demçes e përfaqësuar nga avokatët Massimiliano Capuzzi dhe Marco Franco i ka paraqitur tashmë një kërkesë ministrit të drejtësisë për të kërkuar pezullimin e ekzekutimit të masës me të cilën u urdhërua regjimi 41 bis.